Izraeli po përballet me kritika të forta ndërkombëtare pas publikimit të një videoje ku duket ministri i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir dhe aktivistët e flotiljes për Gazën të gjunjëzuar dhe me duart e lidhur pas shpine pas ndërhyrjes së marinës izraelite në ujërat ndërkombëtare. Pamjet të publikuara në rrjetin social X kanë shkaktuar reagime të ashpra nga liderë evropian dhe qeveritë të ndryshme, të cilat e kanë cilësuar trajtimin e aktivistëve si të papranueshëm dhe poshtërues. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi se ishte i tronditur nga mënyra se si ishin trajtuar pjesëtarët e flotiljes humanitare dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm të tyre. Ministrja e Jashtme britanike Jett Cooper u shpreh se videoja shkel standardet më bazike të respektit dhe dinjitetit njerëzor. Edhe Italia reagoi ashpër. Kryeministra Giorgia Meloni e cilësoi si veprim të papranueshëm. Nga ana tjetër, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez tha se Spanja nuk do të tolerojë keqtrajtimin e qytetarëve të saj dhe paralajmëroi se Madridi do të kërkojë zgjerim në nivel evropian të ndalimit të hyrjes së Ben-Gvir në territorin spanjoll. Franca, Polonia, Holanda, Kanadaja dhe Greqia reaguan po ashtu, duke thirrur ambasadorët e Izraelit ose duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të shtetasve të tyre të ndaluar. Edhe brenda vetë Izraelit ka pasur kritika ndaj Ben-Gvir. Ministri i Jashtëm i Izraelit, Gideon Sar, akuzoi Ben-Gvir se kishte dëmtuar imazhin e vendit me një spektakël të turpshëm dhe se kishte minuar punën e ushtarëve dhe diplomatëve izraelit. Nga ana tjetër, Irani e krahasoi incidentin me jehonat më të errta të historisë, ndërsa akuzoi Perëndimin për heshtje ndaj asaj që e cilësoi si pushtim.